Në tre kemi disa lloje tëshëre, me sa kam vënë re. Është ajo tëshëra e plot, ajo tëshëra e coptuar, tëshëra e imët. Ka ndonjë diferencë mes tyre, cilin lloj duhet të përshtasim më shumë? Shiko, në rast se duhet të marrim vlerat më të mira të tëshërës, se personat që nuk kanë asnjë lloj problemi tek zorët, tek problemi i sindromit zorës irrituar, apo me stomakun, apo me disbiozën e zorës, të inflamacionin që mund të kenë, apo me fryrin e tij, pa i rregulluar këto problematika, se po ti rregullojnë këto zgjidhjet, atëre tëshëra më e mirë është tëshëra kokër dhe e plot, sepse patjetër që është i plot, sepse ka të gjitha elementet kryesorë dhe ka niveli më të lartë edhe të fibrave, edhe të nivelit të mineraleve. Vetëm se kjo ka një lloj problemi. Do një kohë të gjatë gatimi, sepse kjo duhet gatuar, duhet lënë në ujë një herë. Po ja, do të pyesë për këtë, po. 8 orë, 10 orë në ujë dhe pastaj duhet gatuar. Dhe që të gatuar mund gatuhet për rreth 20, 25, 30 minuta varet nga forma e tëshërës, nga vjetërsia e tëshërës, sepse mund të jetë edhe tëshërë e vjetër që mund të ketë disa vite. Kjo është ndoshta tëshëra më e mirë. Tëshëra tjetër është atë tëshëra që është e thërmuar, siç është pjesa e bulgurit të thërmuar. Pra jo imët, e thërmuar, e cila ka një nivel do më pak kohë për të zier, ka më pak, në vërtet nivel më pak të nivelit të fibrave, por sjell më pak probleme tek personat që kanë dishmëri ndaj glutenit, apo dhe probleme për fryrje në zor. Dhe tëshëra tjetër që është një tëshërë e imta, ose ajo që është me theta, po shikoni si pjesë që është flet-flet. Është një tëshërë që është flet-flet, e cila ka kaluar në një proces zierje avullimi nga kompanitë. Pra ajo është e gatshme, se dëgjoj një njeri para jush kisha në një takim që thonte unë fëmijës e marr nga kjo tëshëra dhe e ziej. Nuk ka çfarë të ziej asaj, se e ka kaluar kompania në zierje, ajo konsumohet siç është. Ai nuk ka nevojë të kalojë as në ujë, as në procese gjata, sepse ajo ka kaluar në zierje dhe ka një efekt. Problemi kryesor i tëshërës që hidhet, një hipotezë, janë fitinat. Pra fitatet. Siç është e gruri, se fitina nuk ka vetëm tëshëra, ka gruri, kanë edhe produkte të tjera bimore, jo vetëm to. Apo bishtajore. Tani, tek fitina, problemi është që nuk bën përthithjen e hekurit, nuk bën mirë përthithjen e zinkut. Ka probleme në disa përthithje të mineraleve dhe shtyn disa nga vitaminat kryesore. Por, në momenti që ne marrim në këtë lloj forme të bluar, pra që ka kaluar në zierje, 50-55% të fitinës është eliminuar. Pra nuk është më ajo fitina që ne kemi menduar. Edhe tjetra është që edhe aspekti fibra vërtet është më i pakët, por edhe tretja është më e mirë dhe niveli glutenit ka rënë më shumë. Pra, në qoftë se pra, tek kjo përgatitja, se më lidh një pyetje, nëse na ndoqën ne bëm një mëngjes, kos me tëshërë edhe fara të ndryshme, që është një mëngjes, është i shëndetshëm. Ka njerëz që të kërkojnë ndjes, isha në një bisedë takime dhe nuk. Ne e përgatitëm një mëngjes me tëshërë, duke vendosur tëshërë e plot, shumë mirë që pas kemi zgjedhur një tëshërë të plot, në kos. Pra e konsumojmë për pak minuta ndoshta, do të provojmë shijen e saj. Ka njerëz që e konsumojnë të njomur për gjatë gjithë natës, në kos, në qumësh bimor, apo në qumësh të zakonshëm, apo në ujë. Tani, ky është varianti më i mirë konsumimit, apo dhe duke e zier, dhe kur e zjejmë për disa minuta, ja u mbasin vlerat ushqyese të saj? Edhe një herë, në qoftë se ne e kemi kokër plot, ose gjysmë kokëre, që është e fortë, ajo duhet, pra që nuk ka kaluar asnjë lloj përpunimi, patjetër që duhet zier dhe duhet kalojë në ujë. Siç kalojnë shumë nga këto farat që u mbani farat e qias apo të tjera fara. Kështu që kjo është më e mira, sepse ul nivelin e fitinave dhe edhe midis tjerave heq problemet e disa elementeve negativ që ka te glifosati, të cilët janë janë pesticide të cilët janë tek trithra sot, por edhe element negativ të tjerë që kanë marrë nëpërmjet tokës, sepse edhe nëpërmjet tokës kanë marrë element të tjerë. Kështu që duke qenë në ujë është patjetër më e mirë. Por problemi është që shumica e madhe e popullatës, siç kanë vënë re, edhe në Shqipëri ku ka marrë, por dhe jashtë, marrin nga ato qeset e paketuara të tëshërës që janë në feta, pra janë të grimcuara, jo të grimcuara, po janë të feta të holla që janë të gatshme. Ato nuk kanë nevojë, se ato kanë kaluar në proces zierje. Edhe një të kuptojmë. Ajo hidhet direkt në ushqim, mund të jenë vetëm disa minuta, nuk ka nevojë të lihen, sepse vëre që thonë njerëzit, unë e marr këtë lloj tëshëre dhe hedh në darkë dhe ha mëngjes. Por e shikoj që është bërë një llaç i madh dhe sikur nuk po më pëlqen, po patjetër. Ajo nuk ka nevojë që të rija gjatë, ajo ka kaluar të lloj procesi që do ta bëjë ti. Nëse ti e ke kokën të plotë apo gjysmë kokë dhe nuk ka kaluar në përpunim, që unë thash kjo është më e mira, po ka nivele më të larta të fitateve dhe kjo do bëjë që niveli i përthithjes së hekurit, zinkut dhe elementeve të tjerë do jenë më shumë problem, sidomos se njerëzit që kanë probleme me aneminë e theksuar, por ka një gjë, në rast se ne marrim nivele
të vogla, pra ju sasi të mëdha se mos e provet, por në qoftë edhe të shërës, por dhe marrim dhe nivele të mira të hekurit të magnezit, të zinkut nëpërmjet ushqimit, kjo nuk është ndonjë problem. Puna jonë është që përveç përthithjes, ne nuk marrim nivelet e duhura të vitaminave në mënyrë natyrale nëpërmjet ushqimit. Pra e kemi trajtuar ushqimin ton, 65% të ushqimit ton është ushqim i përpunuar sot. Pra kalorit bazë që vijnë nga ushqimi jonë, 65% vijnë nga ushqimi i përpunuar. Vetëm 35% vijnë nga ushqimi i shëndetshëm. Sot. Po. Para 4-5 dekadash ishte 80% pa përpunuar, por që ishte më natyral. Po ishte më natyral, ne sot marrim ushqim shumë të përpunuar. Kalorit bazë tona ne i marrim ato. Kështu që në këtë rast të shëra më mirë është ajo që tham. Në qoftë se do të jetë grimcuar, e paketuar, të shikojmë me kujdes që të jetë organike ose bio, të jetë të shëra e shkruar, të ketë një mundësi në qoftë se kanë probleme glutenin, ta marrin pak gluten sepse ka dhe të shërë të tillë, mos ketë fruta të thata brenda të shërës shumë, sepse ka nivel të shtuar, të shohin etiketën ku të shikojnë nivelin e karbohidrateve, që mos ketë nivele të larta të karbohidrateve, sepse ka një probabilitet që të ketë një nivel të shtuar të sheqernave. Dhe kjo patjetër që mund ty të ushqimet e përpunuara. Nuk mund ty pastaj tek ushqimi i pastër që ne mund të kemi.